gjithë pjesëmarrësit. Sigurisht që kjo temë është sa interesante, po aq edhe prekse, edhe aq është diverzive. Do të thonë, na duhet me kuptu një gjë, ndoshta na si kemi jetu jashtë, unë vi për Finlandës, edhe patriotizmi skandinavi, do të thonë ka një perceptim ndryshe, ndoshta prej patriotizmi që kuptimin e ka rajonal, do të thonë të Ballkanit. Normalisht se këtu na kemi përjetu, do të thonë Ballkan, kemi përjetu luftën, kemi përjetu edhe këtë segregimin e Serbisë, do të thonë të para luftës, vitet 80-ta. Unë jam i bindun edhe mendoj se çdo gjenerat e ka pasën rasti me dëshmue ose me bo një kontribut për kombin e vetë, për vendin e vetë. Se në kohën kur kemi qenë atëri, nuk kemi pas shtetë, dhe më kemi qenë në Serbi. Tash, masi na u dha mundësia me bisedu edhe për gjana, si me thonë, për jetimet private, unë shkrujnë për rrjetet sociale, dhe më thonë në Facebook, për jetimet, në gjarjet, kritikoj, njeni prej, do shta target personeve që i kritikoj mas të e për mi është kryetari Gilanit, po normalisht pa e të pru edhe pa ofendime. Edhe këtu besoj se shkaku i, si me thonë, fyrjeve në përjetet sociale vjen bashkë prej kësaj, se kër e kritikon dikend, edhe nëse pagës me sarkazëm me humor, unë e kështu e bëj, unë e i thomë shembull maneken edhe jem taku shumë herë mas i ka fitu kryetari zgjedhjet, edhe jemi miq, dhe më s'kemi, si me thonën, urejtin dhe njëri tjetrit, mi po mas kësaj shihen reagimet në përjetet sociale, si e kundër dikujt. Po që adashta me potencu për patriotizmin, dhe me thonë, botë kuptimi i patriotizmit me qenë në luftë dhe me luftu, është krejt diçka tjetër. Po na kemi përjetu edhe një epok tjetër të para luftës, ku ka qenë ndoshta sfide madhe me dalën me shu një parol Kosova Republik. Edhe pasoj ka qenë shumë të mëdha natyrisht. Unë po e përmendi një rast. Ka qenë heroizëm ajo, pajtu na plotësisht. Unë po e përmendi një rast, kom shkruar për këtë. Parollat e para në Gilan, do me thonën, i kam vizatu me Shqiponje, ka qenë profesori jemi i gjuhës, Basimus Morati, i cili kam bajt burg, edhe i kena bërë parollat e para, unë i kom bërë vizatimet, pa ka shumë kom pas ndoshta një fjenes. Mirë që e përmane, nëse bon me ndërhy, mirë që e përmane Lulzim. Ana Morava ka qenë qerë dhe levizjeve ilegale. E kem